Faleminderit kryetar, nderuar koleg. Është shumë e rëndësishme që ky sektor i transportit publik zhvillohet në këtë vend. Me thënë drejtën, ky dimension i transportit ka qenë për vite të tëra në harres. Më në fund treni do vinë në Tiranë. Kam parasysh vitin 2004 kur u bë një përpjekje e parë për të ndërtuar rrugën Tiranë-Durrës. Edhe atëherë e sulmuar, e përpasoj e dështuar për shkake të ndryshimit të pushteteve. Nuk jam kuptuar asnjëherë pse sulmi ndaj veprave publike është gjithmonë një qëllim politik, jo vetëm këtë sallë, po edhe i partive politike, ndërkohë që duhet ishte ndërtimi në fakt. Po ja ku jemi që nga viti 2004 sot më në fund po e përsëris treni vjen në Tiranë. Treni do të shkojë atje ku s'ka qenë asnjëherë, në aeroportin e Rinasit, dhe treni do të rikthehet në Durrës. Të gjitha këto fal një investimi publik, një vepër infrastrukturore shumë të rëndësishme, e cila më duhet ta them po ndërtohet me një kosto shumë të ulët financiare. Këtë kemi diskutuar edhe në Komisionin e Ekonomisë, këtë kemi analizuar, këtë kemi parë. Është ashtu siç kolegu im Dyrmishi tha pak më herët, që nga pikpamja e kostos financiare për çdo euro të marrë kredi me interes të ulët, kemi 1 euro falas për të marrë grant. Falet e bujarisë të gjithë donatorëve, duke nisur nga Bashkimi Evropian, bankat respektive të tij që kanë bërë të mundur financimin e çdo elementi të kësaj hekurudhe. Është shumë e rëndësishme që vepra, përtej faktit që i kushton pak ekonomisë kombëtare, ka dhe një element, një dimension të rëndësishëm, e që materializohet me këtë marrëveshje që miratojmë sot, është dimensioni ekologjik i saj. Është shumë e rëndësishme që ne zhvillohemi në këtë dimension të transportit me energji të pastër, siç është edhe energjia elektrike. Për vite të tëra me radhë, Shqipëria ka patur këtë sektor para viteve 90, po edhe pak më pas të zhvilluar pikërisht me naftë dhe me derivatet të saj, ndotëse patjetër përkundrejt mjedisit, po edhe shëndetit qytetarëve. Tani vim pikërisht në këtë dimensionin e gjelbër të zhvillimit edhe të infrastrukturës sonë, edhe që ndihmon jashtëmase edhe mjedisin në këtë aspekt. Por në krahun tjetër, është një investim që shkon edhe ndikon edhe më gjerë në mjedis, sa kohë që do të ul fluksin e mjeteve që do të përshkruajnë akset Tiranë-Rinas, Tiranë-Durrës, Rinas-Durrës e kështu me radhë, dhe një dimension i mirë pritur edhe në këtë aspekt, sa kohë që trafiku do të zbutet, konsumi i derivateve të naftës patjetër do të bjerë, dhe natyrisht qytetarët do të kenë edhe një mundësi të re për të lëvizur në këtë territor që nuk është i gjerë, po nga pikpamja e popullsisë është masiv. Ajo që dua të them ka të bëjë me faktin që po investohet edhe për të ulur kostot e lëvizshmërisë së qytetarëve, po të keni parasysh faktin që sot me transportin ajror lëvizet me kosto deri 10 herë më të lira se sa që kanë qenë para 12 viteve, para 13 viteve. Është një gjë që qytetarët e ndjejnë çdo moment, sa herë do duhet u thojnë drejt këtij vendi apo nga ky vend në vende të tjera, qoftë Bashkimit Evropian, po edhe më gjerë. E kam fjalën për koston e biletave të transportit ajror, të cilat natyrisht janë ulur ndjeshëm dhe po kaq ndjeshëm ndikojnë edhe në kostot e buxheteve familjare. Por hekurudha është një tjetër element që ndikon po përsëri në kostot e lëvizshmërisë, po edhe në kostot e buxheteve familjare, duke ulur kostot e udhëtimit nga Tirana në Rinas apo nga Tirana në Durrës edhe anën sjelltës. Një element shumë i rëndësishëm, sa kohë po e përsëris edhe një herë, rajoni ka një popullsi masive dhe ka një lëvizshmëri shumë të madhe, veçanërisht edhe për shkak të flukseve të turizmit të shtuar në këtë zonë, në këtë rajon, që është edhe më i populluar nga pikpamja turistike. E fundit gjë që dua të them ka të bëjë me lidhjen e Tiranës mbi të gjitha me këtë hekurudhë, është edhe ai një proces në vijim, i cili nuk duhet vënohet,
për asnjë arsye, edhe që patjetër duhet mbrohet. Treni në Tiranë nuk duhet hyj si në një lagje të mbi populluar, apo të mbi ngarkuar me ndërtime, dhe duhet që gjitha hapësira e stacionit të ri të trenit në Tiranë të mbrohet nga ndërtimet dhe çdo plan për të ndërtuar në këtë territor duhet jetë rreptësisht i kontrolluar me qëllim që mos ta gjejmë me vështirësi stacionin e trenit në kryeqytet, por mbi të gjitha të jetë lehtësisht e aksesueshme për çdo banor të kryeqytetit. Kjo është e para, ndërkohë që ajo që dua të them ka të bëjë me shpronësimet. Ministri edhe në komision, drejtuesit edhe të ministrisë edhe të Ekurudhës e trajtuan këtë çështje, dhe duhet që të ecim shpejt pikërisht me këtë aspekt, dhe do duhet që jo vetëm t'i kursejmë shtetit, po edhe qytetarëve kosto të tjera lidhur me pronat e tyre. E kam fjalën për një pronë që është kthyer në vëmendje pikërisht për shkak të shpronësimit atje. Më ndjeni, i kam fotot aty, por një rrugë aksesi nuk mundet as të cënoj një pronë, po as edhe të vënoj projektin së bëri. Atje ka një rrugë, thuajse të bërë, është në nivelin e shtresave me çakëll, ka ngelur gati 30-40 metra për të shkuar deri në fund dhe krijon në aksesin edhe për fshatin. E kam fjalën gjithmonë për fshatin Domje, edhe për banesat që janë rreth asaj, janë brenda asaj lagje që lidhet atje. Do të ishte shumë mirë të shikonim një zgjidhje tjetër se sa të vazhdonim një proces shpronësimi që, me thënë drejtën, është edhe i kushtueshëm, po edhe prek një fermë bujqësore atje, blegtorale, po prek edhe një investim shumë të rëndësishëm në zgjerim, ku është e përfshirë edhe një kompani shumë e rëndësishme ndërkombëtare, e huaj. Kështu që do të ishte mirë të gjenim këtë zgjidhje, po të shkojnë në territore ta shohin atje konkretisht, siç unë vajta e pash, ka mundësi që kjo çështje të tejkalohet fare lehtësisht duke ndërtuar një rrugë aksesi me kosto shumë të ulët, deri diku është bërë nga operatorët privat, dhe normalisht mund të shkojë edhe t'i krijojë mundësinë edhe fshatit bashkëngjitur që të ketë akses, pa prekur prona private edhe pa shkuar drejt shpronësimit. Po patjetër, në momentin që ulem patjetër po e u dërgoj. Faleminderit.